10 pallate në fshatin Drithas të Maliqit do të termoizolohen duke e përmirësuar ndjeshëm eficiencën e energjisë, por edhe duke marrë një pamje bashkëkohore. Projekti është fituar nga Bashkia e Maliqit me vlerë rreth 20 milion lek dhe pritet të nisë zbatimin së shpejti. Bashkia e Maliqit është shpallur fituese e një projekti nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për sa i përket riparimit të fasadave të 10 pallateve në njësinë administrative Livonik në fshatin Drithas. Konsiston rritjen e eficiencës të energjisë nga sistemi kapot që do instalohet në këto pallate, ka përmirësimin e fasadave. Është faza e parë kjo që financohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me një vlerë rreth 200 milion lekë të vjetra. Janë në rreth 8200 m2 fasada që do të kryet ndryrja në këtë fazë të parë. Aktualisht është duke u punuar për lirimin e hapësirave publike të zaptuara nga banorët përreth këtyre pallateve, ndërsa pritet që po në këto pallate të ndërhyet edhe në rehabilitimin e çative. Bashkia e Maliqit është në proces prokurimi për sa i përket këtyre pallateve që do të ndryjmë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, ku Bashkia e Maliqit do ndryjë në çatitë e pallateve. Pallatet në fshatin Drithas të Maliqit janë ndërtuar në kohën e komunizmit, më tepër se 50 vjet më parë, dhe prej asaj kohe nuk kanë pasur ndërhyrje në fasadën e tyre.